Në Universitetin e Tetovës filloi punimet seminari 19 ndërkombëtar i albanologjisë. Në fjalën e tij rektori i Universitetit të Tetovës, profesor Dr. Jusuf Zejneli, tha se ky është viti i 19 me radhë që Universiteti i Tetovës e organizon seminarin e albanologjisë dhe shpresojmë që si në edicionet e mëparshme të jetë një aktivitet i suksesshëm dhe frytdhënës, që do të kontribuojë në mënyrën e ndjeshme në zhvillimin e albanologjisë dhe të studimeve shkencore në përgjithësi. Tema e këtij seminari, dialogu mes letërsisë shqipe dhe asaj botërore, ka një peshë të veçantë. Ajo nuk është thjesht një analizë e marrëdhënieve të ndërsjellta të letërsisë sonë me letërsi të tjera, por një ftesë për reflektim mbi mënyrën se si letërsia shqipe ka ndikuar dhe është ndikuar nga traditat dhe kulturat e ndryshme. Ky dialog, i ndërtuar mbi vlerat universale të letërsisë, ofron mundësinë për të kuptuar më mirë identitetin ton kulturor, por dhe për të vendosur atë në kontekstin global. Seminari albanologjisë ka qenë gjithmonë një vatër ku studiues të gjuhës, letërsisë, historisë, kulturës shqipe dhe medias bashkohen për të paraqitur, për të diskutuar dhe për të debatuar mbi çështje shkencore dhe kulturore që lidhen me fushën e albanologjisë. Në ndërkohë, prorektori për Arsim Vullnet Ahmeti foli për rëndësinë e këtij seminari ndër vite. Seminari ndërkombëtar i albanologjisë, tashmë në edicionin e tij të 19, është bërë një altar i dijes dhe i kujtesës, ku fjala shqipe gjen njëherë në tryezën e madhe të kulturës botërore. Gjatë viteve e kemi ruajtur me fanatizëm dhe besnikëri. Seminari ndërkombëtar për të vetmën arsye të mos krijojmë vakum kulturor e ta mbajmë në koherencë gjithë këtë përkushtim e tubim shkencor. Jam i lumtur që ky takim mbledh jo vetëm letrar dhe gjuhëtar, por edhe studiues nga fushat e tjera dhe sa vije bindem se Heideggeri kishte të drejtë kur tha se gjuha është tepër e rëndësishme për t'u lënë vetëm gjuhëtarëve. Në programin e këtij viti, për herë të parë organizohet dhe panairi mbarkombëtar i librit akademik dhe shkencor, në të cilin marrin pjesë institucione prestigjioze të shkencës dhe veprimtarisë botuese, ku folës kryesor ishte Bashkim Shehu. Këshilli drejtues i seminarit është kujdesur që veprimtaria botuese e institucioneve të sipërpërmendura të paraqitet përkatësisht të përurohet në ambientet e këndit të kujtesës Fadil Sulejmani. Këto bashkëpunime dhe përvoja besojnë të kontribuojnë në mënyrë të dukshme në avancimin e gjuhësisë, letërsisë, historisë dhe kulturës shqiptare dhe në forcimin e rolit të këtyre studimeve në qarqet intelektuale.